Shpresa e paqes ndez pritjet në Gjenevë, por sfida mbetet e madhe. Delegacionet e SBA-s dhe Ukrainës zhvilluan takimin më produktiv që nga fillimi i bisedimeve për paqe, sipas sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Ai foli për një hap të madh përpara, duke theksuar se ndryshimet e reja në planin e paqes po merren parasysh nga Washingtoni, bazuar në sugjerimet e Ukrainës. Por paralajmëroi se rruga është ende e gjatë. Nuk dua të shpall fitoren, ka ende punë për të bërë, por sot jemi shumë më përpara se një javë më parë. Rubio kërkoi më shumë kohë, por dha një sinjal optimizmi. Sinqerisht besoj se do t'ja dalim. Edhe pala ukrainase po bashkëpunon. Zelenski tha se ka shenja se ekipi presidentit Trump po na dëgjon, ndërsa Rubio konfirmoi se Trump ishte mjaft i kënaqur me ecurinë e bisedimeve. Në Gjenevë, atmosfera është e ngarkuar me shpresa, por edhe me pasiguri. Çdo hap, çdo diskutim, çdo ndryshim i planit të paqes mund të jetë vendimtar. Paqja ende nuk është garantuar, por tani bota po i sheh negociatat me sy optimist dhe me një sy të kujdesshëm për realitetin që i pret.